Një 23 vjeçar ka rënë në prangat e policisë së Durrësit, pasi vitin e kaluar në bashkëpunim me 3 të tjerë ka tentuar të vrasë maramzjarri shtetësin Fabian Kuçi, i njohur edhe si Guçi i TikTokut. Ndaj Florian Brahit rëndon të akuza vrasje me paramendim e mbetur në tentativë. Ngjarje që fatmirësisht ka përfunduar pa pasoja fatale për jetën, u shënua me 15 dhjetor 2025 në lagjen numër 9. Brahi së bashku me 2 të tjerë me 2 automjete janë afruar një lokali ku qëndronte Guçi dhe kanë qelluar drejtim me armë zjarri. Nga të shtënat e armëve, Kuçi ka mbetur i plagosur lehtë. Lidhur me këtë rast, policia e Durrësit ka njoftuar se në bashkëpunim me komisariatin e policisë së Kamzës ka finalizuar operacionin e koduar akuza, duke vënë në pranga 23 vjeçarin e shpallur në kërkim për tentativë vrasje. I arrestuar i shtetësi Florian Brahi, ndaj të cilit gjykata e Durrësit kishte caktuar masën arrest me burg për veprën penale vrasja me paramendim e mbetur në tentativë e kryer në bashkëpunim. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Durrësit për veprime të mëtejshme.